Historia e sotme është një histori e çmendur, por njëkohësisht shumë interesante. Është një rast shumë i njohur në Meksik, pasi lidhet me vdekjen e Paulette Guevara. Përshëndet gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi video të reja. Ju kujtoj që qëllimi i këtij kanali është informativ dhe jo gjykues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. Paulette ishte nga Meksika dhe ishte vetëm 4 vjeç në momentin kur ajo u zhduk. Ajo ishte një vajzë me aftësi të kufizuara, pasi në momentin kur lindi zakonisht shumë nën peshë dhe mjekët nuk ishin të sigurt nëse vajza do të mbijetonte apo jo, por fatmirësisht ja doli. Por, për shkak të kësaj gjëje, ajo pati shumë probleme me zhvillimin e saj. Nuk mund të ecte, le të themi, pa ndihmë, nuk mund të fliste, nuk mund të krijonte fjalipra, nuk mund të bënte shumicën e gjërave që gjithë fëmijët e tjerë i bëjnë në mënyrë të pavarur. Ajo shkonte në një shkollë normale, siç shkonin gjithë fëmijët e tjerë, por gjithmonë kishte pasur nevojë për ndihmë, pasi nuk mund t'i bënte gjërat vetë. Imagjinoni që nuk mund të krijonte fjali të plota. Okej, thoshte fjalë të tipit mami, babi, ujë, bukë, le të themi, por nuk mund të krijonte një fjali të plot ose një fjali të shkurtër me kuptim. Përpara vdekjes së saj, ajo shkoi një fundjavë me babain e saj Maro dhe motrën e saj 7 vjeçare në Valle de Bravo. Ndërsa nga ana tjetër nëna e saj nuk ishte me ta, por edhe ajo kaloi fundjavën e saj në Cabo San Lucas për të takuar një shoqe. Por më vonë u kuptua që Lizet nuk kishte shkuar atje për të takuar një shoqe, po kishte shkuar atje për të takuar një shoqe me pantallona, pasi kishte një lidhje jashtëmartësore dhe në fakt e kaloi gjithë fundjavën duke u argëtuar, duke pirë alkool, pra duke mos e çar fare kokën. Dhe kështu që të dyja palët u kthyen në shtëpi ditën e diel më 21 mars të vitit 2010. Atë mbrëmje Paulette arrin në shtëpi rreth orës 9 të mbrëmjes. Kështu që nëna e saj merr vajzën, e dërgon në dhomë, i jep puthjen në natës së mirë dhe del nga dhoma. Të nesërme në mëngjes, dadot e vajzave që ishin Erika dhe Marta përgatisin motrën e madhe të Paulette për ta dërguar në shkollë dhe qëndrojnë aty derisa vjen autobusi në orën 7. Më pas, në orën 8, shkojnë në dhomën e Paulettës që dha të ta përgatisin ta bëjnë gati për në kopësht, por kur hyn në dhomën e vajzës, vajza nuk ndodheshte aty. Dadot filluan që të kërkonin kudo, nëpër dollap, nëpër tualete, poshtë krevatit, nëpër dhomat e tjera, por vajza nuk po gjendeshte askund. Në këtë pikë lajmëruan dhe prindrit e Paulette. Por prindrit nga ana tjetër ishin shumë të painteresuar, sikur nuk kishte ndodhur asgjë dhe imagjinoni që as nuk ndihmuan në kërkimin e vajzës së tyre. Kështu që dadot filluan që të kontrollonin dhe pjesën tjetër të ndërtesës, kontrolluan ashensorët, kontrolluan çdo shkallë të mundshme, pyetën rojit e sigurisë, por askush nuk e kishte parë vajzën. Kështu që u detyruan që të merrin në telefon policinë dhe bashkë me policinë erdhi një ekip mjekoligjor. Ju betohem që policia së bashku me ekipin mjekoligjor kontrolluan plot 5 herë apartamentin po atë ditë dhe 5 herë të gjithë ndërtesën po atë ditë dhe vajza nuk u gjet. Nuk kishte shenja të hyrjes me forcë, nuk kishte shenja për leshje, zhdukej sikur vajza thjesht ishte zhdukur në ajër. Por duke mos qenë që asnjë nuk e dinte se ku ishte vajza, prindrit e vajzës u drejtohen mediave në një farë mënyre për të marrë vëmendje, sepse duhet dini që prindrit e vajzës ishin jashtëzakonisht të pasur dhe në një farë mënyre kur zhduket fëmia e një familje të pasur, njerëzit e vënë re dhe e vënë re jashtëzakonisht shumë mirë. Dhe në këtë pikë prindrit e vajzës filluan që të jepin intervista të shumta që vetëm e vetëm që vajza e tyre të gjindeshte. Lizet në një intervistë të dhënë tha që Paulette ishte një ëngjëll i vërtet. Ajo nuk qante kurrë, nuk bënte shpërthime nervore. Gjithashtu përmendi se natën kur u zhduk vajza, asgjë nuk ishte e çuditshme. Qent nuk lenin, nuk dëgjuan zhurma të çuditshme. Gjithçka dukej normale. Asgjë nuk i paralajmëroi se ndoshta dikush ishte në shtëpinë e tyre apo se dikush po merrte Paulette. Gjithçka dukej krejt normale. Këto intervista e vendosën fytyrën e Paulette kudo, nëpër televizione, nëpër gazeta, nëpër revista, pra fytyra e saj ishte kudo. Dhe që t'jem më shumë e sinqert me ju, mendoj, sipas mendimit tim gjithmonë, arsyeja sepse lajmi u bë kaq i bujshëm, kaq viral, një farë mënyrë
mënyre ishte se vajza vinte nga një familje shumë e pasur, sepse t'jemi të sinqertë, kur zhduket një fëmijë i një familje të pasur, lajmi bëhet shumë më shumë bujë ose lajmi bëhet shumë më shumë viral sesa kur zhduket një fëmijë i një familje të zakonshme. Për faktin që Lizet ishte një avokate e suksesshme, një avokate shumë e zonja. Jeton në një apartament shumë të bukur, një apartament shumë luksos, ishte një rrugë shumë e sigurt, ishte një lagje jashtëzakonisht shumë e mirë dhe kjo është le të themi ajo pikpyetja që si është e mundur që vajza u zhdukqe aty dhe mbi të gjitha si është e mundur që as nuk ishte përlesje, as nuk ishte shenja të hyrjes me forcë. Por përtej të gjithave, edhe pse vajza u zhduk, nuk pati kurrë asnjë telefonat, asnjë letër, asnjë lloj shpërblimi. Dhe njerëzit filluan që të ulëmton në një farë mënyre të sensit që pse duhet të rëmbeheshte një vajzë dhe në fundit të mos kërkoheshte as shpërblim. Pra, diçka tjetër po ziente brenda. Më 27 mars, Lizet dha një tjetër intervizë dhe e bëri pikërisht në dhomën e Paulet. Ajo ftoi shumë ekipe lajmesh për ta intervistuar ndërsa ishte e ulur në shtratin e vajzës. Gjëja më e çuditshme e kësaj historie është se me 31 mars trupi i vajzës u gjet. Po, u gjet, por vendi ku u gjet ishte jashtë çdo logjike. U gjet në fund të krevatit të saj. Pra, një farë mënyre, trupi i vajzës ishte i mbështjellë me çarçaf dhe ndodheshte në fund të krevatit të saj, pra në cep të krevatit. Dhe si është e mundur që askush nuk e kishte vënë re vajzën aty? Si është e mundur pasi ai apartament u kontrollua plot 5 herë ditën kur vajza u zhduk? Si është e mundur që kaluan plot 9 ditë edhe vajza nuk u vë re nga askush? Dhe një farë mënyre po të kalonin plot 9 ditë, trupi një personit pa jetë lëshon një erë jashtëzakonisht shumë të tmerrshme dhe askush nuk e kishte ndjerë këtë erë dhe mbi të gjitha në atë krevat kishin fjetur persona, në atë krevat ishte ulur nëna e vajzës, në atë krevat ishte investiguar mbi mijëra e mijëra herë dhe askush nuk e kishte vënë re vajzën që ishte aty dhe mbi të gjitha gjëja më shokante ishte fakti se dadot e asaj shtëpie kishin ndrruar çarçafët e krevatit të Paulet dhe përsëri nuk e kishin gjetur vajzën. Si është e mundur? Ka njëri një lloj përgjigje për këtë? Përgjigja që dha policia në lidhje me këtë pyetje, pra si është e mundur që askush nuk e vuri re vajzën që ndodheshte aty, në fakt, për mendimin tim, ishte diçka jo normale, ishte diçka jo logjike, ishte një përgjigje që as nuk bënte sens. Gjithsesi, do t'ju a them përgjigjen, do t'ju them dhe arsyet se pse policia doli në atë përfundim dhe do t'jeni pikërisht ju ato që do gjykoni. Dhe mendimin tim do t'u a them në fund të videos, pra çfarë mendoj vërtet në lidhje me këtë rast. Ekspertët mjekoligjor thanë që trupi i saj nuk mund të ketë qenë aty më shumë se 3 ditë, pra ishte e pamundur që vajza, pra trupi i vajzës të ketë qenë aty më shumë se 3 ditë dhe askush mos ta kishte vënë re këtë gjë, askush mos kishte ndjer erën, pra një farë mënyre ato ishin të bindur që kjo gjë ishte një vrasje dhe duhet të hetoheshe. Megjithatë, sipas mjekut ligjor, thuhet se vdekja e Paulet ishte aksidentale. Pra, një lloj mënyre, Paulet ishte mbështjellë me bataninë e saj, me çarçafet e saj dhe për këtë arsye ishte asfiksuar brenda. Dhe për këtë arsye mendohet që vdekja e saj ishte aksidentale. Por për të mbrojtur këtë teori, ishin 2 dadët e vajzës që kishin ndrruar çarçafat e krevatit dhe nuk e kishin vënë re fare trupin e vajzës që ndodheshte aty. Dhe për të mbrojtur këtë teori, policia një farë mënyre rikrijoi gjithë skenën dhe doli në përfundimin se po, është e mundur që dadot të kishin ndrruar çarçafët dhe të mos ta kishin vënë re fare trupin e vajzës që ndodheshte aty. Pra përgjigja që dhan ishte për të vendosur duart në kokë, sepse nëse shikoni fotot, është më se e kuptueshme që nëse një trup do të ndodheshte aty, pra nëse një batanie do të ndodheshte aty, dreshi ta haj, duhet ta vësh re, duhet ta shikosh sepse nuk bën sens, domethënë vetëm ti je qorr që mos ta shikosh. Prandaj, për këtë arsye, unë mendoj që trupi i vajzës nuk ka qenë aty për plot 9 ditë. Mendoj që trupi i vajzës është vendosur aty. Megjithatë, për këtë lloj arsye shumë njerëz mendonin që vdekja e Paulet nuk ishte fare aksidentale, por ishte një krim i vërtet. Por gjithsesi, edhe nëse ishte një ngjarje kriminale, një farë mënyre ishte jashtëzakonisht e vështirë të zbuloj se kush e kishte bërë, sepse
Qindra njerëz kishin hyrë në apartament, kishte gjurmë këmbësh kudo, shenja gishtash kudo, ADN kudo, njerëzit kishin hyrë, kishin dalë vazhdimisht. Shtëpia, në një farë mënyre, nuk ishte trajtuar si një skenë krimi dhe ishte aq e kontaminuar saqë ishte pothuajse e pamundur të zbulohej se kush ishte fajtori vetëm nga provat e vetngjarjes. Në lidhje me këtë histori, ka shumë teori të ndryshme dhe në fakt do doja shumë që t'i ndaja me ju. Teoria e parë ka lidhje me nënën e Paulet që ishte Lizet. Dhe mendohet që ishte pikërisht Lizet ajo që vrau vajzën e saj, sepse siç u thash, vajza e saj ishte një vajzë me aftësi të kufizuara dhe për Lizetën kjo gjë ishte jashtëzakonisht shumë e rënduar, pra ishte një gjë që nuk mund ta përballonte më sepse vajza e saj gjithkohë donte kujdes dhe ajo nuk donte ta bënte këtë gjë. Dhe për këtë arsye mendohet që e kishte hequr qafe. Lizet nga ana tjetër paraqitet si një grua e aftë, një grua inteligjente, por një grua që ishte jashtëzakonisht e ftohtë dhe nuk kishte fare emocione. Imagjinoni që në një intervistë që dha, ajo tha, le të themi, një frazë që mbeta vërtet shumë e shokuar kur e dëgjova. Imagjinoni që tha që edhe nëse humbas Pauletën, nuk ka problem sepse kam vajzën tjetër. Domethënë, një farë mënyre, nëse pres të gisht nuk ka fare rëndësi, sepse kam 4 gishtat e tjera, por për mendimin tim gjithë gishtat e dorës dhe mi njësoj, por me sa duket për Lizet kjo gjë nuk ndodhte kështu, pra nuk ishte kështu. Por nga ana tjetër të dy prindit e Paulet ishin shumë fare të pa interesuar për zhdukjen e vajzës së tyre. Imagjinoni që në momentin që Dadoja erdhi u tha prindërve që dëgjoni që Paulet nuk ndodhet në dhomën e saj, Pauletën kemi kërkuar gjithandej dhe nuk gjendet, nuk dihet se ku është, ato as nuk e vun fare ujë në zjarr. Imagjinoni që nuk njoftuan as policinë, sepse policia u njoftua nga halla e Paulet, që halla, pra kjo e fundit, e mori vesh historinë pikërisht nga vëllai i saj, që vëllai i saj ishte babai i Paulet. Pra, babai i saj, mamaja e saj, as nuk donin t'ja dinin se ku ndodheshte vajza e tyre. Disa njerëz mendojnë që ishte Lizet ajo që vrau vajzën e saj. Disa të tjerë mendojnë që vajza ishte vrarë nga babai i saj Mauro, pra në një farë mënyre vajza ishte vrarë përpara se të ktheheshte nga pushimet. Por për mendimin tim, kjo teori nuk është se bën shumë sens, sepse nuk e di një farë mënyre se si funksionon, sepse nëse vajza është vrarë përpara se të ktheheshte nga pushimet, një farë mënyre, babai ka vrarë vajzën, më pas ka marrë trupin e pajet të vajzës dhe ka zhvendosur në dhomën e saj të gjumit dhe për mendimin tim nuk është se bën shumë sens. Por në lidhje me këtë gjë, disa njerëz thonë që Albert Basbas, që ishte prokurori i përgjithshëm i Meksikës në momentin që ndodhi vrasja, ishte dhe miku ngushtë i babait të Paulet. Dhe për këtë arsye mendohet që prokurori i përgjithshëm një farë mënyre e ka ndihmuar babain e vajzës, pra babain e Paulet, për të fshehur gjithë rastin në fjalë. Por nga ana tjetër, prokurori i përgjithshëm, pra që ishte Basbas, thotë që Lizet ka gisht në këtë çështje. Por një tjetër teori që lidhet me rrëmbimin e Pauletës ishte se mendohet që rrëmbimi i vajzës ishte inskenuar nga vetë prindrit e vajzës, për faktin se prindrit e vajzës, pra familja e vajzës, po kalonte një krizë financiare, nuk kishin shumë të ardhura, mendonin që nuk do të jetonin më në atë apartament të mrekullueshëm, kishin frikë që një farë mënyre që stili i tyre i jetesës të shkonte më poshtë, pra dëshironin gjithmonë që të jetonin në luks dhe për këtë arsye ato inskenuan rrëmbimin e vajzës për të marrë para nga gjyshërit e Pauletës, për të marrë para nga qeveria, për të marrë para nga populli i Meksikës. Dhe një farë mënyre mendohet që ato e kanë marrë vajzën dhe e kanë futur në një nga këto kanalet e ajrimit. Dhe i kanë thënë vajzës që ti prit këtu dhe ne do të vim pastaj. Por duke llogaritur që vajza ishte me aftësi të kufizuara dhe nuk mund të lëvizte dot vetë, në farë mënyre vajza qëndroi aty sepse nuk kishte asku të shkonte tjetër, por më pas rasti u bëja zakonisht shumë i madh, u përhap shumë dhe ato nuk patën mundësi që të ktheheshin në kohë dhe ta nxirrnin Paulet që aty dhe për këtë arsye vajza u asfiksua dhe fatkeqësisht humbi jetën. Një tjetër teori që ka lidhje me këtë lloj historie është fakti që prokurori i distriktit të asaj zone, që quhej Alfredo del Maza, që ishte mik i ngushtë i familjes së Pauletës dhe ishte mik i ngushtë i Leticias, mendohet që pikërisht ky prokuror ka manipuluar hetimet që në fillim, sepse si është mundur që i gjithë apartamenti ditën e parë që u zhduk pra Paulet u kontrollua plot
5 herë dhe askush nuk e vuri re Pauletën që ndodheshte aty. Dhe mbi të gjitha, si është e mundur që në momentin kur erdhi grupi hetimor që të merrte provat, bënte kërkimet, në fakt atij grupi hetimor nuk ju lejua që të bënte asgjë më shumë se sa të merrte disa shenja gishtash. Dhe në momentin kur grupi hetimor filloi që të kërkonte pra gjëra të tjera me vlerë për gjetjen e Paulet, me njëherë u ndalua kërkimi, pra u anullua me njëherë, u dha urdhër që gjithçka të anulloheshe dhe gjithçka të mos prekeshte. Dhe për këtë arsye, mendohet që duke qenë që Alfredo ishte mik i ngushtë i Lizetës dhe mik i ngushtë i tërë familjes, në një farë mënyre ka qenë pikërisht ai që ka manipuluar provat ose ka manipuluar hetimin që në fillim. Teoria pasardhëse ka të bëjë me motrën e Paulet. Ka të bëjë me motrën e Paulet sepse mendohet që ka qenë pikërisht motra e Paulet ajo që ka vrarë atë. Sepse në një farë mënyre, siç u thash, Paulet ishte një vajzë me aftësi të kufizuara, gjithë kujdesi, gjithë vëmendja ishte për të. Dhe në një farë mënyre, motra e saj ishte bërë jashtëzakonisht shumë xheloze që mendohet që arritit që të bënte një akt të tillë, pra të vriste vetë motrën e saj. Nga ana tjetër mendohet që edhe dadot kanë pasur gishtë sepse ishin pikërisht ato që duhet kujdeseshin për vajzën dhe nuk e bën punën e tyre siç duhet. Por për sa i përket mendimit tim në lidhje me këtë histori, jam plotësisht të sigurt ose në një farë mënyre unë mendoj që Paulet është vrarë nga dikush dhe skena e krimit mbi të gjitha është manipuluar. Provat janë manipuluar, provat janë fshehur, sepse një logjikë thjesht të çon të mendosh. Pra, në momentin kur një person zhduket, gjë e parë që duhet bëjmë, pra gjë e parë që vjen është grupi hetimor që fillon që të kërkoj provat, fillon që të kërkoj le të themi ato shenjat e vogla, çdo gjë që ne njerëzit normal nuk i shohim dhe nga sa kam vënë re në gjitha videot e mia që kam treguar kur një person është dukur, hyn në lojë dhe qend kërkues. Pra janë pikërisht qend kërkues ato që le themi bëjnë punën më të madhe. Dhe nëse në këtë rast do ishin përfshirë dhe qend kërkues, pra nëse do merrnin qend kërkues, do i kishin dhënë një rrobë të Pauletës, ta kishin nuhatur, qend kërkues do ta kishin gjetur direkt Pauletën që ndodheshte pikërisht në shtratin e saj. Por për një arsye apo për një tjetër, qend kërkues nuk u morën fare në konsiderat. Dhe për këtë arsye mendoj që e gjithë skena e krimit le të themi ka pasur disa prekje shumë fine që askush mund të sta kuptonte se si ishte gjithë ngjarja e vërtetë. Por normale ky thjesht është mendimi im, nuk dua që askush të ndikohet nga kjo gjë, thjesht është mënyra se si unë e mendoj, mënyra se si e konceptoj, mënyra se si e logjikoj, pasi një farë mënyrë është një histori le themi shumë e kuklavitur, një histori le themi që ka shumë kthesa të pakuptimta, ka shumë detaj që nuk përputhen me njëra tjetrën, ndoshta jam shumë e gabuar në këtë që mendoj, por nëse provat nuk janë manipuluar, nëse provat nuk janë fshehur, nëse skena e krimit nuk është prekur, atëherë mund të them me gojën plot që policia ka bërë një punë jashtëzakonisht shumë të keqe. Pra në këtë lloj mënyre mbyllet edhe dosja e sotme. Dua të më shkruani në komente mendimin tuaj, çfarë mendoni në lidhje me rastin, a keni të njëjtin mendim si unë apo jo? Pra çdo gjë më shkruani poshtë në komente, pasi me shumë dëshirë unë i lexoj. Unë ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon radhës. Deri atëherë, ciao ciao.